Mirëkthyer së bashku në transmetim të drejt për drejt. Jam në studio me politologun Alban Daci për të folur dhe diskutuar sa i takon pjesëmarrjes së tij në samitin e diasporës. Ka ardhur Renkas nga Italia për të marrë pjesë në këtë samit dhe sigurisht edhe për të qenë në këtë studio dhe për të komentuar të se çka ndodhi atje, po edhe për zhvillimet e tjera politike në vend sikundër e kemi bërë gjithmonë. Alban, përshëndetje, mirë se vjen. Faleminderit shumë për mundësinë dhe ftesën. Kënaqësia jona. Në samitin e diasporës ju keni mbajtur një fjalim të shkurtër, ose keni replikuar, të themi, me të gjithë ose me një pjesë të anëtarëve të panelit. Nësa gaboj ka qenë zoti Balla në atë moment kur ju keni folur, edhe zoti Peleshi, kryetari i parlamentit. Po, ka qenë edhe kryetari i parlamentit Maqedonisë Veriut. Dakord. Dhe të tjerat. Kujtoj edhe një herë fjalit të shkurtra nga fjalimi juaj, ku ju e keni konsideruar këtë samit një hapësirë ku duhet flasin ata që vinë nga jashtë dhe jo t'jetë një sken ku ne ftohemi, thoni ju, si spektator me bilet për të dëgjuar ligjëratat e autoriteteve përkatëse. Dhe madje keni thënë se samiti duhet ishte një mundësi për shkëmbimin e ideve mes jush, ju që vini nga diaspora. Pse ka patur ka shumë kritika brenda samitit të diasporës, zoti Daci? Duhet të shajoj pozicionin tim në raport me këtë event, i cili ishte i katërt i ky që u bë këtë herë. T'ishte për orientim politik apo për historikun tim, unë ndoshta nuk duhet kisha marrë fare pjesë në këtë samit, sepse unë jam ish themelues i Partisë Demokratike në Liguria, ish antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, antar i kolegjit kryetarëve derisa legjitimitetin e ka marrë themelimi. Pra po t'ishte se unë e konsideroj si aktivitet politik, unë nuk duhet merrja pjesë. Megjithatë, unë e kam sigurisht veproi opozita që nuk mori pjesë. Por unë e kam konsideruar dhe duhet kemi një kulturë ndaj shtetit dhe institucioneve shtetërore dhe unë e kam parë këtë event sikur institucionet shtetërore po tentojnë të bëjnë diçka në raport me shqiptarët që jetojnë jashtë, dhe sigurisht se kam konsideruar dhe vazhdoj ta konsideroj edhe si një mundësi që shqiptarët që jetojnë jashtë, element pozitiv që kontribuojnë në forma të ndryshme në Shqipëri, të kenë mundësi të njihen, të shkëmbejnë në kontakte, mendime, por mbi të gjitha, me që ky samit ka emrin e diasporës, sigurisht që duhet të jetë protagonizmi i diasporës. Por çfarë ndodhe, pse fola unë atë ditë? Në fakt që pasit vija unë kisha vendosur që objektivi im kryesor ishte të merra pjesë në atë panel, që kishte të bënte kryesisht për demokracinë dhe përfaqësimin. Dhe meraku im ka qenë dhe vazhdon betë për ligjin e shqiptarëve që jetojnë jashtë për të votuar. Dhe ngrihet kryetari i parlamentit zoti Peleshi dhe, si thua, ndër të tjera analizojnë që tashmë shqiptarët kanë të drejtë përfaqësimi, kanë të drejtën për të votuar, dhe duke qenë që unë kam pasur një betejë të kraheshme, që në 2008 çështjen e votës e migrantëve. Në librin tuaj, do të përmendim pak më vonë. Nuk mund të qëndrojnë atë ambient pa thënë të vërtetën. Prandaj edhe nisa bisedën time që duhet i themi disa të vërteta siç janë. Dhe e vërteta siç është që na kanë dhënë një të drejtë kushtetuese me vonesë, pra nuk na kanë bërë dhuratë, dhe diskutimi ishte sikur na e kanë adhuruar politika këtë mundësi për të votuar. Pra është një drejtë kushtetuese e cila na është dhënë me vonesë, dhe na është dhënë me vonesë për shkak të mungesës së vullnetit politik. Pra, ato gjëra që ja kam thënë zotit Balla dhe zotit Peleshi që kisha përballë, do t'ja kisha thënë edhe zotit Berisha po ta kisha pasur përballë. Sepse drejta e votës është çështje politike dhe nëse s'ka vullnet politik, nuk mund të bëhet adekuate dhe nuk mund zbatohet e plot. E dyta është një drejtë që na ka dhënë përgjysëm. Na kanë dhënë të drejtën të zgjellim, por na kanë hequr të drejtën të zgjidhemi. Dhe unë shpjegova kodin zgjedhor. Dhe unë nuk është se i thash zotit Balla që ne duhet marrim detyrimisht formulën e Italisë, por thash ka disa formula. Mes disave është dhe Italia që ka zonë elektorale për italianët që jetojnë jashtë. Dhe ai ma kundërshtoi sepse s'kishte argumenta dhe u mor vetëm me formulën, dhe po s'kishte kuptim dhe s'kishte hapësirë që unë nuk mund të replikoja për të thënë që unë të dhash vetëm një shembull, por nuk thash që ne duhet të aplikojmë patjetër atë shembull. Dhe
që momenti që moderatori mora fjallën, unë e përsëri nisi gabim, pra mënyra se si ishte impostuar, tha mund t'i bëni pyetjet. Tani, ne shqiptare që jetojmë jashtë, nuk besoj që qëllimi jonë është të bëjmë biletet me pagesa, me shpenzimet tona, të vim në një summit, dhe ne të bëjmë pyetje kur roli bërjes pyetjeve është i gazetarëve, nuk është i pjesëmarrësve në një summit. Pra, shqiptare që jetojnë jashtë, një summit të që dedikohet atyre, kanë të drejtë të janë pjesë e paneleve dhe kanë të drejtë që të diskutojnë, madje i thash, ne dim linjën e qeverisë në raport me ne. Tash po qeveria nuk e din qasjen tonë dhe problematikat tona në raport me ata, pra duhet jeni ju që duhet ta dëgjoni. Tani summiti është kthyer një lloj spektakli që dikur Roma, se që kishte kriza të brendshme politike, i zgjaste me Rome lashtë. I zgjaste me 2-3 muaj feste që të harroni, sepse argëtoshin, pinin, kërcenin, bënin gladiatorat të ndeshjet. Dhe tani summiti është kthyer që na thrasin në mbrëmje gala, rezervojnë vendet kryesore për ambasador, për ministra, për drejtor, për Federatë Kombëtare të Futbollit e për këtë duashti, flasin po vetë dhe ne mbetemi thjesht spektator një ngjarje që duhet na dedikohet neve dhe parimisht na dedikohet neve. Dekord, po cili në thelb është qëllimi i këtij samiti? Si e peti, ku ti ka shërbyer ky samit? Duke evidentuar nga ana juaj shumë problematika, duket në pamje të parë sikur çdo gjë shkon mirë, po ju po tregoni që nuk është ashtu siç është dukur të paktën. Atëherë, në fillimet e veta ka pasur një tendencë pozitive dhe ka qenë dhe nisëm pozitive, sepse ndërmohen disa hapa, sidomos edhe në bashkëpunim me Ministrinë e Diasporës në atë kohë dhe Ministrin zotin Pandeli Majko, që praktikisht diaspora hyri në kanalet e institucionalizimit, u institucionalizua, sepse diaspora kishte mbetur vetëm një frazë në rrallë herë shkruar në media, rrallë herë në një dokumentar që të bënte dikur RTS-ja shumë vite më përpara, por nuk ishte pjesë e përditshme e diskutimeve institucionale, nuk ishte pjesë e përditshme edhe programeve të qeverisë që kanë bëjë dhe me mësim. Pra, në fillimet e veta ishte komplet mirë. Por siç duket avancimi, rritja numrave të summiteve të diasporës, po ngjante kongreseve të Partisë Punës. Pra, qeveria po konsumoi, numri summiteve po rritej. Dhe mbështetja e diasporës për kësaj qeveri u rrit, kështu që kjo mund të ketë ndikuar në një farë forme në atë se çka ndodhi brenda summitit dhe mënyrën se si kjo majorancë po trajton diasporën sot? Jo, unë kam kundërshtuar që në fillim se si u aprovua edhe terminologjia, kam thënë që nuk duhet quhet votë e diasporës për shqiptarëve që jetojnë jashtë. Termi diasporë, nëse i referohemi diasporës, diaspora e vërtet, shumica nuk kanë drejt vote sepse se është shteta shqiptar. Ne kemi emigrant në Europë, kemi shqiptarë që emigrojnë dhe ditët e sotme, pra unë e kam kundërshtuar, por mënyra se si u bë ligji, mënyra se si u bë votimi, ndoshta kjo majorancë kuptoj që votën e diasporës e merr dhe pa pasur nevojë që të angazhohet dhe ta bëjë pjesë saj. Ju keni thënë se tani më ne kemi të drejtë të votojmë, por nuk kemi asnjë të drejtë reale përfaqësimi, ose është shumë e vështirë që ne të mund të futemi në parlament. Ku bazoheni që e thoni këtë gjë dhe pse është kaq e vështirë? Po, se ta shpjegoj unë. Okej. Kodi zgjedhor aktual ka zona elektorale vetëm në Shqipëri, zona zgjedhore. Jashtë shtetit nuk ka zonë zgjedhore. Pra çdo thotë, praktikisht çdo shqiptar që jeton jashtë, që ka një aspirat, mund të themi edhe një vokacion politik, por edhe dëshirën për të përfaqësuar qytetarët në zonën ku jeton, ka vetëm 2 lloj mënyrash që mund të tentojë që të bëhet deputet. Edhe ja shpjegova edhe zotit Balla. Po. Mundësia e parë është që për marrë Albani, që s'ka lidhje, ndoshta se kam atë vokacion. Që Albani donë të bëhet deputet me siglën e PD-s apo të PS-s, se ne po e marrë a priori jemi e diasporë dhe shohim interesin kombëtar dhe interesin përfaqësimit, nuk po e lidh me bindje personale. Nëse u do dalë në listat e hapura të Partisë Socialiste apo në listat e hapura të Partisë Demokratike, unë në gjithë Italinë duhet kërkoj vetëm votuesit që votojnë në zonën time ku unë kandidoj në Shqipëri. Pra nëse unë kandidoj në Tiranë, unë do të kërkoj vetëm banuesit e Tiranës në të gjithë Italinë
që ndoshta t'ju mbush mendjen, ose ti bind, ose t'ju them që do të gjesh njerëz, se pastaj për t'i bindur është hapi tjetër. Imagjinoje se çfarë shpenzimesh ka, se po ti je në listat e hapura, as partia nuk mbështet, sepse në momentin që të ka nxjerr listat e hapura, ti nuk je një projekcion politik as force politike. Pra është një mision i pamundur listat e hapura. Po ky do ishte më i drejti sepse nëse më votojnë qytetarët e Milanës, unë jam i detyruar që të mbaj kontakte dhe të ruaj përfaqësimin me ta me një ide që do të më votojnë përsëri. Ose, nëse unë dalë në listat e mbyllura të Partisë Socialiste ose Partisë Demokratike, s'kam fare nevojë t'i kërkoj ata, sepse kam të garantuar fitoren dhe as nuk e vras mendjen fare që unë t'i përfaqësoj ata. Dhe ajo që i thash pasaj Zotit Balla, thash, shqiptarët që jetojnë jashtë nuk kanë nevojë për deputet që pinë kafe dhe jetojnë në blok, që s'kan lidhje me eksperiencën e migrantit, që s'kan lidhje me historinë e emigracionit dhe nuk jetojnë mes emigrantëve. Emigrantët që jetojnë jashtë ka nevojë dhe kanë të drejtë të kenë profesuesit e tyre. Tani ka disa lloj mekanizma, se nuk është vetëm një formulë. E dyta, diskutohet shumë herë ndryshimi i kushtetutës dhe bërja e parlamentit me 2 dhoma. Çfarë të keqet kishte nëse në dhomën e dytë, që mund të kishin në vlerën e senatorëve, me një ndarje më të gjerë territoriale ekstra zyrtare të Republikës së Shqipërisë, që të kishte një numër më të pastë profesuesve edhe nga diaspora. Po pse nuk e bën këtë gjë majoranca, opozita, bashkë, të gjithë, nuk është në interesin e tyre, apo çfarë, si ndikon drejt ta? Ne nuk e dim nëse nuk duan ta bëjnë. Por unë t'ju garantoj që ato do ta bëjnë pasi të bëjnë llogarit që këto ndryshime dhe këto iniciative janë në interesin e ruajtjes së status quo dhe establishmentit të tyre. Pra, nuk e kanë bërë këtë llogari akoma. Rama ka filluar t'i bëjë, sepse diskutimi për ndryshimet e gjykatës e kushtetutës janë tashmë prej muajsh, do thotë që Edi Rama e ka përgatit një pjesë opinionit publik që kushtetuta duhet ndryshohet. Sigurisht që ajo do të ndryshohet me një marrëveshje pastaj edhe me Partinë Demokratike dhe sigurisht që do të ndryshohet për të ruajtur status quo. Diaspora duhet të votojmë edhe ne, keni thënë këtë në 11 shkurt të vitit 2008, e përmendni edhe në librin tuaj. Këtë gjë e keni parashikuar shumë herët. Mira shqiptar vazhdojnë të përjashtohen nga e drejta e votës. Pse nuk keni dëgjuar atëherë dhe si teksa ktheheni pas në kohë dhe sot çka ka ndodhur, ka ndryshuar diçka? Atëherë u bë pjesë tek një brez i vështirë që kemi shkuar për studiuar jashtë. Dhe bëj pjesë tek ai brez që ka pasur edhe një polemik të madhe që na tokon media, që vizat që ishin dedikuar për ne, për na i merrnin ose po tjetërsoheshin, se s'po them një shprehje tjetër. Pra bëj fjalë 2003-2004. Dhe fillim e mbarim formimi jon, mes të cilëve fatkeqësisht